Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës lexojeni çdo ditë Kur'anin famëlart. Kur'ani është fjala e Allahut, dritë për zemrat tona, udhëzim për njerëzimin dhe shërim për plagët e shpirtit. Leximi dhe dëgjimi i tij nuk është vetëm një veprim i zakonshëm, por një akt adhurimi, një lidhje e drejtë për së drejti me Krijuesin dhe një burim i pashtershëm mëshire, udhëzimi dhe bekimi hynor. Për këtë arsye, çdo besimtar musliman duhet ta lexojë dhe ta bëjë Kur'anin pjesë të përditshme së tij, jo vetëm në raste të veçanta, por çdo ditë pa përjashtim. Së pari, leximi i Kur'anit famëlart është pjesë thelbësore e besimit në shpalljen hynore, sepse Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ata që u kemi dhënë librin e lexojnë atë si duhet, ata besojnë në ta. Ajeti 121 i surës Bekara. Dhe në surën Nisa, në ajetin 81, Allahu i madhëruar thot: a nuk meditojnë ata mbi Kur'anin? Por Allahu kërkon prej nesh që ta lexojmë, ta dëgjojmë, të meditojmë mbi të dhe të kuptojmë se çfarë ka thënë Allahu i madhëruar në librin e tij të fundit qiellor. Meditimi mbi Kur'anin nuk mund të realizohet pa e lexuar dhe pa e dëgjuar atë, sepse zemra që nuk lidhet me Kur'anin rrezikon të thahet shpirtërisht, ndërsa ajo zemër që e lexon dhe e dëgjon Kur'anin mbetet e gjallë, e ndriçuar dhe e mbrojtur nga errësirat e mëkatit. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: më i miri prej jush është ai që mëson Kur'anin dhe ua mëson atë të tjerëve. Ky hadith tregon se leximi i Kur'anit famëlart nuk është vetëm një përfitim personal, por është për të gjithë ummetin, për të gjithë bashkësinë dhe për të gjithë shoqërinë islame. Profeti gjithashtu thot: lexoni Kur'anin sepse ai do të vijë në ditën e Kiametit si ndërmjetësues për lexuesin e tij. Kjo do të thotë se çdo ajet i lexuar sot në kohën tonë mund të bëhet mbrojtje dhe dëshmi për ne në ditën e madhe, në ditën e gjykimit. Së dyti, leximi dhe dëgjimi i Kur'anit është shkak për zbritjen e mëshirës hynore. Allahu thot: kur Kur'ani lexohet, dëgjojeni dhe qetësohuni, ndoshta do të mëshiroheni atëherë. Ajeti 204 i surës Araf. Kjo tregon se Kur'ani famëlart përgatit zemrën për pranimin e mëshirës së Allahut, ku profeti thot: shtëpia në të cilin lexohet Kur'ani shkëlqen për banorët e qiellit, ashtu siç yjet shkëlqejnë për banorët e tokës. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, na thot: mësoni Kur'anin sepse ai është fjala më e bukur. Kuptojeni atë sepse ai është pranvera e zemrave. Asnjë pasuri nuk është më e vlefshme se Kur'ani, dhe asnjë varfëri nuk është më e rëndë se ignoranca ndaj tij. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush e lexon Kur'anin në rininë e tij, Kur'ani përzihet me mishin dhe gjakun e këtij personi. Dhe ky hadith tregon ndikimin e madh që kanë ajetet kuranore, fjala e Allahut xhaleshanhu në zemrën e njeriu, sidomos kur ai bëhet, pra Kur'ani, pjesë e përditshme së tij. Ky hadith zbulon një realitet të thellë shpirtëror. Ashtu si hekuri ndryshket, kur lihet pa u pastruar dhe pa u përdorur, edhe zemra e njeriut e rrësohet kur largohet nga përmendja e Allahut dhe nga leximi e dëgjimi i Kuranit. Mëkatet, pakujdesia, dashuria e tepruar për dynjan dhe largimi nga udhëzimi hynor, të gjitha këto krijojnë shtresa e errësire mbi zemrën e njeriut, derisa ajo humbet ndjeshmërinë ndaj së vërtetës. Kurani vjen si ilaç më i fuqishëm për këtë gjendje. Leximi i tij, meditimi mbi ajetet e tij dhe dëgjimi i fjalës së Allahut veprojnë si një pastrim i brendshëm që largon ndryshkun, atë shpirtëror, dhe rikthen dritën në zemrën e personit. Kurani shëron plagët e padukshme të shpirtit,
shëron zilin që gërryen zemrën, mendjemadhësinë që e verbron mendjen, egoizmin që e largon njeriu nga mëshira dhe shëron pra ato plagë të cilat shpirti nuk i kishte shëruar më parë dhe e bën njeriu më të mëshirshëm dhe më të butë në ato momente në shoqërinë ku ai jeton. Kurani të nderuar dëgjues dhe shikues nuk është fjalë që vetëm për të recituar dhe aq mbaroi, por është një recetë dhe shërim i ardhur nga ana e Allahut xhaleshahu për ne si krijesa të krijuesit të gjithësisë. Allahu thot, ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Ajeti 82 i surës Isra. Sa herë që njeriu e hap Kuranin me sinqeritet të plot, ai hap zemrën e tij drejt një burimi pastrimi dhe ndriçimi të plot. Ajetet e tij e zbusin zemrën e ashpërsuar, e zgjidhin barrën e mëkateve, e qetësojnë shpirtin e trazuar dhe japin njeriu të forcë për të luftuar dobit e veta morale. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, Kurani është ilaçi më i mirë për sëmundjet e zemrës. Dhe kështu, çdo lexim i Kuranit është hap drejt pastrimit të brendshëm, një ftesë për pendim, një rrugë për udhëzim, një rrugë për përmirësim moral dhe një burim drite që ringjall përsëri zemrën të punojë dhe të jap efekte më të mira për njeriu. Zemra që ushqehet rregullisht me Kuranin bëhet më e butë, më e përulur dhe më e sinqertë dhe më e mbushur me dritë e udhëzim hynor. Ai është burimi i dritës dhe i udhëzimit. Dhe profeti thot, kur fitnet të përhapen, pra të këqija të përhapen si nata e errët, mbajuni pas Kuranit, sepse ai është ndërmjetësuesi që ndërmjetëson dhe udhëheqësi që nuk të lë në humbje. Për të përfituar nga Kurani, leximi duhet të shoqërohet me përqendrim, me respekt dhe me meditim të plotë. Ata që e kuptojnë gjuhën arabe, arrin të kuptojnë drejt për së drejti kuptimin e ajeteve për të cilat Allahu thot të bukura në dukje dhe të thella në përmbajtje. Megjithatë, edhe ata të cilët nuk dinë gjuhën arabe, mund të përfitojnë nga kuptimi i përgjithshëm, përkthimet dhe komentet e dietarëve, sepse Kurani është i dërguar për të gjithë njerëzit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur lexon një shkronjë nga libri i Allahut, për të ka një shpërblim të madh dhe çdo shpërblim shumëzohet 10 herë. Kjo tregon se edhe leximi i pakët i një ajeti të paktën gjatë ditës ka vlerë të madhe dhe nuk është kur një gjë e vogël para Zotit të gjithësisë. Kush e lexon Kuranin çdo ditë të nderuar dëgjues dhe shikues, i hap vetes derën e mëshirës hynore, e forcon besimin dhe e lidh zemrën e tij me burimin absolut të fuqisë, të dashurisë dhe të butësisë të mëshirës me Allahun e plotfuqishëm. Dhe në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju.